koha të shkoj nga kjo botë, por s'dua të ik pa parë qamarin time. Mbeta kutu, një jetë pa e parë vatanin tim. Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko. Si çdo të premte, takohemi edhe sot në këtë tryez të bardh diskutimi për të diskutuar mbi traditën, kulturën, ato veshjet e bukura, po njëkohësisht edhe një lloj drame e cila na ka shoqëruar këto 80 vite e më shumë se aq. Një nga projektet më të rëndësishme këtë qershor, që është edhe muaji i përkujtimeve tona, muaji i homazheve, i pelegrinazhit edhe i gjithë ndjesive që përmbledhin një histori për një vend aq të bukur me histori kaq të trisht, është edhe qershori i filmave ndonjëherë dhe unë kam derin dhe kënaqësinë që të kem në këtë tryez të bardh diskutimi regjizorin edhe krijuesin e një filmi i cili flet pikërisht për këtë ngjarje, për disa toka të bukura të lëna mënjan, dhe ëndra të cilat shprehen ndonjëherë edhe me vaj me lot në qafë botë. Duket kjo qafë e botës, duket sikur për te i kemi lënë një botë tjetër. Mirë se erdhe në Çamiko. Dhe të falenderoj shumë që bëre pjesë e këtij diskutimi edhe si thua kësaj tryeze të bardhë. Si ka shkuar xhirimi? Nuk është era e parë në fakt që punoni me histori të tilla të ngjashme. Jo, nuk është era e parë, madje mund të them që një pjesë e madhe e filmave që unë kam qenë regjisor, kanë pikërisht temën e humanizmit, e dinjitetit të njerëzit, qoftë kjo për ish persekutuarit nga periudha që kaloi Shqipëria, qoftë edhe për personazhe që kanë mbetur në hije, por meritojnë më tepër dinjitet, më tepër respekt. Ky në fakt është filmi i dytë dokumentar me producent Fondacionin Çamëria Hasan Tasin, dhe është gjithashtu filmi i dytë që unë bashkëpunoj me shkrimtarin e njohur Luan Rama tashmë. Të dy filmat janë shkruar nga ai dhe mund të them që ka qenë një eksperiencë shumë e veçantë, sepse skenari i Luanit ka një peshë tjetër. Qoftë në strukturë, është një skenar që t'je dallon menjëherë që nuk është një skenar tradicional, i një filmi që jemi mësuar zakonisht që ka atë arkun e famshëm me fillim, zhvillim edhe mbyllje. Është një skenar që është i mbushur me emocion nga rrjeshti i parë deri në rrjeshtin e fundit. Edhe e ndjen atë peshën e një shkrimtari të madh. E ndjen që më tepër se sa të përkthesh një tekst në gjuhë filmike, ke një detyrë akoma të vështirë për të vizualizuar një imazh, një botë që shkrimtari ka ngritur për ta treguar para audiencës. Kështu që bëhet pak më vështirë. Pandeli, unë e kam thënë më herët dhe ndoshta ja kam thënë Luanit kur ka qenë në pjesë e podcastit e Çamikos. I kam thënë që më ka pëlqyer shumë përkthimi pikërisht në gjuhë filmike të asaj që ka shkruar. Po flas këtu për Ode për Tempujt. Një gjuhë filmike shumë e bukur, sidomos në momentin kur rrëfejmë atë qiellin edhe gjysmë dritën që vjen nga ato shtëpitë e harruara të Konispolit. Është një nga imazhet e bukura që kam unë për gjuhën tuaj filmike, pra se si është përkthyer në film Ode. Një imazh që vërtet mua më ka lënë mbres të madhe, se duket një tekst që mund të jetë poetik, por shumë e vështirë për ta përkthyer. Ajo drita që vinte nga ndërtesat nga një çarë e vogël në shtëpitë e Konispolit ishte shumë e bukur edhe unë duhet të ta them kështu. Shumë faleminderit. Në fakt kjo mund të ketë një lloj ndikimi, sepse edhe pse unë jam ambientuar me një aparat fotografie shumë herët,
vetëm 8 vitet e fundit jam mbrapa kameras për të realizuar filma dokumentar dhe ndoshta kjo ndikon nga karriera që kam pasur nga si graphic designer më herët dhe kam vënë edhe me kolegë të mi që e kanë këtë, po themi, këtë metamorfozën kur kalojnë nga graphic design në video. Si duket këndvështrimi që ka një graphic designer për volumin e të ertës me ndriçimin apo qoftë kompozimin nuk është ai tradicionali që është në kinematografi. Dhe mua më pëlqen kjo. Pikërisht për këtë pastaj ti shikon që është shumë e rëndësishme se si ta përdorësh dritën natyrale. Për shembull ka shumë kolegë të mi që përdorin dritën artificiale kryesisht, sepse mund ta përdorësh për ta ndihmuar. Kurse mua më pëlqen që ta sfidosh, domethënë është mirë të shkosh në orën 5 të mëngjesit aty, edhe për minutash mund të jetë, ti ose e kap ose se kap, duhet shkosh mëngjesin tjetër. Po atë që t'jep drita natyrale, sigurisht që nuk ta jep drita artificiale. Dhe mua më pëlqen kjo për disa arsye. E pare punës sepse në zhanrin e dokumentarit ti duhet jesh sa më i vërtet. Esenca e dokumentarit është besueshmëria dhe ti nuk mund të ngresh besueshmërinë tek audienca duke përdorur element artificial. Kjo po themi është fundamentale. Dhe e dyta pastaj siç thash që kam atë ndikimin nga graphic design që dua të përdor një lloj kontrasti. Është xhiruar sërish në Kornespol dhe je zgjuar sërish në orën 5 të mëngjesit. Cilat kanë qenë këto vështirësitë, si të pritën çamët që kemi në Kornespol në atë çamërin ton të vogël? Sigurisht që e ke fjalën për filmin e dytë, që do shfaqet pas pak ditësh, me titull pak të gjatë, po që unë e pëlqej prapë shumë. Se zakonisht mua më pëlqejnë titujt e shkurtër, po ky nuk ke çfarë i heq. Më çoni qafë të botës të shoh çamërin. Ky ishte ndoshta pak më ndryshe se sa filmi i parë, që kishte vetëm një aktor protagonist dhe interpretonte. Ndërsa këtu ne kemi një strukturë pak më ndryshe, është pak më e ndërlikuar për sa i takon numrit të figurantëve, sepse është docu-fiction. Pra docu-fiction është një dokumentar i bazuar në ngjarje të vërteta, po kur ti i inskenon veprimet nëpërmjet figurantëve. Pra fiction është vetëm kjo pjesa e inskenimit, ndërsa historia është komplet e vërtetë. Tani unë e njihja Kornespolin nga filmi i parë, sepse ne filmuam tek ambientet e jashtme të atyre shtëpive të rënuara që janë në një lagje që për fat tani është shpallur zonë e mbrojtur. Dhe herën e dytë kur shkuam, ne shkuam në shtator, në fund të shtatorit bashkë me Luanin edhe me Alket Veliu, drejtori i fondacionit dhe producenti njëkohësisht i fondacionit. Dhe shkuam pikërisht për këtë, për të bërë një observim të gjithë sipërfaqes të mundshme ku ne mund të kishim shes xhirimet. Por këtë radhë ne kishim xhirime edhe brenda, jo vetëm jashtë, jo vetëm në shtëpi të shkatruara, por kishim sepse historia rikthehet në kohën kur çamët kanë qenë në trojet e tyre. Dhe ishte e pamundur që ne të shkonim të xhironim në çamëri në një shtëpi të mbajtur çame të atyre kohëve. Aty edhe sikur të shkosh, aty janë rënuar. Patjetër, nuk do gjej ose do ishte. Një parantezë këtu se nuk do ta harroj Kuvelash, po meqense jo vetëm se ne na doli nevojë që të filmonim në një shtëpi çame me kushte të viteve 40 dhe të mbajtur sot në atë gjendje, unë mendoj që duhet të bëhen përpjekje serioze për të patur një muze etnografik çam, njësoj siç janë muzeet etnografik në Gjirokastër, Berat, për shumë arsye, jo vetëm për të filmuar ne, thash Patjetër. Po kjo paranteza mund të zgjatet pak, por është një pjesë e konsiderueshme e trebave shqiptare, që edhe pse gjeografikisht nuk janë aty ku duhet të ishin, ne nuk mund ta lejmë që ta gjejmë copa, do me thënë të xhirojmë, të filmojmë ose të fotografojmë qoftë edhe fëmijët për arsye kujtimi, një copë në Kornespol, një copë në Gjirokastër, një copë në Berat, një copë aty. Pra, mund të bëhet shumë e thjeshtë që të gjitha këto rekvizitat, për shembull, nuk kemi pse ti mbledhim me kaq shumë mundim në një muze etnografik, mund t'i gjesh gjitha aty. Patjetër. Dhe kjo do shërbej pastaj, mendoj unë, jo vetëm për të filmuar, po do shërbej si një
po themi një album kujtimesh për memorjet e të gjithë çamëve. Domethënë do kenë një vend ku e din që kjo është një copë e asaj që kemi humbur fizikisht. Po. Sepse unë jam i sigurt që gjitha memorjet që ne dëgjojmë janë arkivuar, edhe janë përcjell brez pas brezi. Sigurisht ato nuk do mbasin asnjëherë, por është shumë e rëndësishme që të pasqyrohen në këtë mënyrë. E mbyll këtë parantezën. Dhe kështu që në Konispol ne filmuam 3 ditë. I ruajtëm këto mëngjeset e darkat. Mua më pëlqen shumë, sidomos drita e orës të artë që quhet Golden Hour në darkë, ishte fantastike ajo pjesa kur duket qafbota nga Konispoli, nuk e di a e ke parasysh. Po, e di. Ato barrat ishin farë në nëntor kur filmuam ne, dhe kur ju binte rrezja e fundit e diellit, ajo është vërtet një ngjyrë ari. Domethënë Golden Hour më përkthim drejt për drejt të natyrës, sa aty nuk e gjen. Dhe mua më vjen shumë mirë që kam arritur ta pasqyroj në filmime. Ka dalë ajo që duhej, domethënë. Dhe më së fundi sosëm, ardhëm edhe ne në tokën e Mëmëdheut. Ashtu si zojsh dhe shpesonëm se një ditë do të kthehesh përsëri. Tani, lërë të vdes. Më së fundi e pash vatanin tim, edhe pse pas 80 vjetëve, edhe pse pas telave me gjemba. Jo, nuk mund të më ndalone të shinja. Të shkoja edhe të prekja ato gurë edhe në ëndër. Këndova, kërceva. Luajtëm lotrat e asaj kohe. Bashmi keshat e mia, shumë për të cilave më mbetën atje si zosh të vrarë, të vdekura në luginën e vdekjes, gjatë përndjekjes, gjatë shparosjes. Rofshin e fletët tanë. Më lehtësuaj shpirti. Edhe pse gjëma ishte e madhe. I ke të thjesht të gjesh kostumet, se janë detaje shumë të rëndësishme këto për realizimin e një filmi. Qoftë edhe një shami që do duhet të jetë ashtu si e nënës time, gjyshes time, e nënës Suela Bakos. Po. E gjysheve të tjera çame, pra. Në Konispol ka kostume. Okay. Jo vetëm Konispol. Ne kishim me vete edhe një nga figurantet kryesore, Hadixher Akipi, që ishte marrë me vete, në mos gaboj 4 ose 5 kostume të sajat, nga 8 që ajo ka. Personale. Dhe ne i thamë Meri se nuk i dihet, edhe pse na duheshin 2. Do me thënë, kjo pasuri materiale ekziston. Se sa e gatshme është pastaj që të vihet për ty në ditën e filmimeve, kjo varet nga producenti, nga koordinimet, nga gjithçka tjetër, nga gatishmëria. Megjithatë, pjesën më të madhe të kostumeve ne i morëm në një qendër që sepse duheshin rreth 15 kostume për fëmijë. Trupat e cilëve ne nuk i dinim sa ishin dhe duhet kishin me vete. Ne janë të moshave të ndryshme, fatëre. Nuk është se ishte shumë e vështirë për t'i gjetur, sepse të them drejtën kostumi çam është nga më të pëlqyerit dhe edhe njerëz që, edhe shqiptar që nuk janë çam, por janë kosovar, janë nga treva të tjera, si edhe unë që jam nga trev tjetër, kanë dëshirë që të koleksionojnë, ndoshta jo koleksione të plota, po të koleksionojnë 2-3 kostume shqiptare. Unë për shembull kam në shtëpi në miniatur, domethënë kam që kur i pash ato ka 20 e ca vjet, kam 6 kostume në miniatur dhe janë shumë të bukura dhe janë të gjitha nga zona të ndryshme të Shqipërisë. Shumë e bukur kjo. Ajo që më ka bërë përshtypje është se kur shkuam të merrim kostumet, ne folëm me atë zonjën që ishte njohëse shumë e mirë e gjithë traditës dhe mendoj se ndoshta ne jemi një nga popujt me larmishmërinë më të madhe të kostumeve popullore. E kemi aq të madhe sa që
jo vetëm zona me zonë, jo vetëm qyteti me qytet, po fshati me fshat kanë kostume të ndryshme. Për të mos thënë pastaj që edhe për evenimente kemi kostume të ndryshme, edhe për lojën e dasmës kemi kostume të ndryshme. Domethënë, një lloj gjuhe, sepse unë e përkthej prapë si graphic designer, kjo është një lloj gjuhe komunikimi, ku ti i qoftë mysafirit, qoftë të afërmve, qoftë edhe bashkëqytetarëve të tu, ti tregon një lloj statusi. I tregon një lloj statusi ku ti ze pozicionin tënd dhe i ofron komunikim. Patjetër. Përveç gjuhës, përveç mimikës e të tjera e tjera. Pra, për mua këto janë pasuri shumë e madhe që e kemi. Edhe hapa shumë të mirë janë bërë, unë isha në Kruj disa ditë më parë, edhe të them drejtë nuk kënaqesha aty. Edhe kam parë një gjë shumë të rrallë, ka qenë një xhamadan për meshkuj, i rreth 500 viteve më parë. Dhe kur e mendova që mund të ketë qenë që nga koha e Skënderbeut, ishte gjë shumë e rrallë. Shumë e bukur. Një punim i jashtëzakonshëm. U çudita, shumë minimal, ishte me ngjyrë të zezë, punuar nga brenda komplet me lesh dhije dhe jashtë pastaj me lesh kali. Dhe ishte aq i dëndur sa që kur e kishin çuar për restaurim që ta lyenin me bojë, nuk hyte boja fare. Shumë e bukur. Ishte i jashtëzakonshëm. Shumë e bukur të mendosh që vjen pas 500 vjetësh, si thua, është shumë e bukur, po kjo është fuqia ose pushteti që ka jo vetëm kostumi, po edhe njeriu që e ka trashëguar brez pas brezi, ashtu sikurse kemi trashëguar neve këto historitë tona. Sa e rëndësishme është, ose sa e vështirë dhe e lehtë është, që të punosh me një skenarist, shkrimtar në këtë rast si Luan Rama, i cili ka një histori të vetëm, pra e rrëfen në lëkurën e tij, në veshjen e tij, këtë histori të nënave edhe djemve çam që mbërritën në Shqipëri, duke kaluar ato kufirin e qafbotës dhe të cilët vijuan të ndërronin për të kthyer aty. Sa e vështirë është punosh me një nënçame, me Suelën, po ashtu, që e ka një breng e cila vjen natyrshëm te ne edhe që është pasqyruar aty. E them sa e lehtë për të kuptuar historinë, se ndoshta është mirë për regjizorin kur i ka këto personazhe të gjallë dhe e di, dhe sa e vështirë mund të jetë kur të thotë jo, se nuk ka qenë kështu. Është procesi i thjeshtë apo i vështirë si ka qenë puna me të njëjtët njerëz që mbartin këto histori? Unë edhe pse kur punoj mund të kem ato huqet e mia. Të gjithë kemi. Të gjithë për jashtim, se të gjithë duam që të dalë një gjë shumë e bukur dhe shumë e mirë. Asnjëherë mua nuk do më gjesh duke bërtitur. Okej. Dhe ka një lloj, duhet të ekzistojë, mendoj, një lloj komunikimi, një lloj kimie mes profesionistëve kur marrin përsipër të mbarojnë një punë. Qoftë ky film apo ndonjë projekt tjetër. Nëse të gjithë kanë një synim të përbashkët që një projekt të dalë me sukses, atëherë sikush duhet bëj punën e vet. Mund të komunikosh, mund të këshillosh, por nuk mund të hysh në profesion tjetrit. Pra, nëse Luani ka shkruar një gjë, unë nuk kam të drejtë fare të lëviz qoftë edhe një fjali apo një fjalë. Nëse duhet e shikoj që është ndoshta një zgjidhje diku, mund ta propozosh, po gjithmonë me shumë etik, sepse nuk është profesioni tënd. Nuk e ke marrë përsipër. Po ashtu Luani sigurisht që pritej kjo, sepse tashmë ka një karrierë të gjatë edhe e di shumë mirë se çdo të thotë kinematografi, ka qenë në radhë të kinematografisë shqiptare për shumë kohë dhe ka qenë aq komod bashkëpunimi me Luanin, saqë nuk di se çfarë note ti ve. Domethënë është, edhe pse ai është larg, ne pak herë jemi takuar, po kemi qenë bashkë kur bëm këtë observimin, kemi qenë bashkë në disa prurime librash të Luanit. Merremi vesh aq mirë, domethënë dhe kur ndahemi në fund, kur të shohësh mesazhet tona, janë gjithmonë që okay, kemi arritur një marrëveshje. Madje mesazhi i fundit, po ta avesh telefonin, është shumë faleminderit që ma bën kaq të lehtë të komunikoj me ty, sepse kishim diçka për posterin. Edhe më mirë kupton gjithmonë.
Domethënë ky ka qenë mesazhi i fundit me Luanin. Ajo që dua të veçoj, sidomos për filmin e dytë, është që e veçanta e Luanit si shkrimtar, si skenarist, është që një çështje në pamje të parë dramatike, gjakësore, ku përmban brenda dhunë, ku përmban brenda histori që nuk mund t'i transmetosh pa filtra, domethënë ka ndodhur një tragjedi kaq e madhe, gjen atë mënyrën e tij fantastike që e trajton vetëm me humanizëm. Një gjakderdhje aq të madhe Luani e shikon nga sytë e një fëmije të vogël dhe pikërisht vajzë. Pra nga nëna e tij, por që ka zgjedhur nga një krijesë kaq e brisht, ai shikon një dramë, një tragjedi aq të madhe. Dhe pikërisht kjo është forca e shkrimtarit. Kur kjo është për mendimin tim fuqia e dashurisë. Kur ti pa e goditur me të njëjtën armë, ti arrin të përballosh një sulm aq të madh. Po, dhe një nga fjalët e bukura të Odës ka qenë ne dim të falem. Ne dim të falem, sepse falja është pastaj ti e çarmatos komplet domethënë është shumë e vërtetë. Gjithashtu me Suelën nuk ka qenë bashkëpunimi im i parë. Ne me Suelën kemi bashkëpunuar për disa projekte më herët. Është narratore atë? Në këtë rast është narratore, por dhe ka një pjesë kur luan rolin e nënës së vajzës së vogël së Samos, që e tregon gjithë historinë. Nuk kam çfarë them për interpretimin e Suelës. Kishte një dridhje zëri të paktën në trailerin që dëgjova unë dhe që ne doja përcjellim publikut pa diskutim, po më duk fiks si zëri i shumë gjysheve, të dyja gjysheve të mia në fakt. Edhe pse Suela sigurisht që është shumë e re në moshë, po duket që e ka nga shpirti atë. Dhe madje unë kur po editonim zërin, shumë pjesë që ndoshta dikush mund t'i shkojë të panevojshme, pjesët e frymarrjes, këto emocione, unë i lash sepse më duken shumë reale, nuk më duken fare të stisura, nuk më duken se i kishte nga lodhja ose kështu, po më duken se i kishte nga shpirti dhe ajo e përjeton, duket që e përjeton. Kanë kaluar 80 vjetë dhe me gjitha të kujtimet nuk më janë shuar. I kam në sy imazhet e timatit të vrarë, nanën time të hedhur poshtë urës mbi lumen Kalama, të vrarë. Ja guarda më së fundmi në qafë potë. Rofshi ju e vlatët e mi. Lërmëni vetëm tani. Duat të mbyll sytë, të mbyll plagët, natën e gjatë të jetës sime. Dua të shoh çamërinë. Besoj një punë të cilën e ke pranuar edhe se ka qenë e suksesshme ose ke ndjer këtë përvojën njerëzore edhe këtë mikpritjen edhe në filmin e parë, pra me Odën. Në ndryshim nga Ode, nëse do të bëjmë një krahasim, unë vizualisht e di që Ode është me një personazh, Alfred Erebicka në qendër të vëmendjes që e rrëfen edhe si narrator, i realizuar thuajse jo në bardhëzi, po në kuptimin e jo shumë ngjyrave dhe jo shumë kostumeve. Nga ana tjetër, në trailerin, se unë kam zgjedhur që ta zbuloj të hënën së bashku me publikun edhe ta shoh filmin, nga ana tjetër shoh trailerin që është plot me ngjyra, pash ato kostumet dhe nga një ndoshta film i cili ishte i rrëfyer në vetë të parë dhe tregonte historitë që vinin nga andej, nga ato tempujt e harruar që ne s'duam t'i harrojmë. Në anën tjetër, një histori që duket sikur ka pak më shumë aksion, ka aktor, domethënë si mund t'i krahasojmë të dyja produksionet? Rrëfimi i Luanit, pra filmi, fillon pikërisht këtu, kur një e moshuar në këtë anë të kufirit, pra në Shqipërinë e sotshme,
ka dëshirën, domethënë ditët e fundit të jetës, kërkon që të rikthehet në çamëri. Po sigurisht që nuk mund të shkojë fizikisht. Por ajo e kalon këtë sfidë. Si e kalon? E kalon nëpërmjet kujtimeve të saj. Dhe thjesht i mjafton të qëndrojë në qafbot, në kufi fizikisht, nuk ka pse të kaloj doganën, pra i mjafton të qëndrojë këtej, dhe fillojnë t'i sillen Gjitha kujtimet. Gjithçka ti rikthehet. Këtu pikërisht prandaj ka filmi Ngjyra, sepse ka qenë me ngjyra çdo gjë, nuk ka qenë asnjë gjë, nuk ka qenë një ambient kërcënues apo një ambient. Kanë bërë jetën e tyre të zakonshme, jetën si gjithë njerëzit e tjerë, si gjithë popujt e tjerë, kanë pas prosperitet, kanë jetuar në fqinjësi të mirë me grekët. Dhe s'ka pse të mos ketë ngjyra. Pra, filmi ka ngjyrat natyrshëm nga vetë rrëfimi i Luanit. Madje Luani e çon përtej këtë që për të treguar pikërisht nëpërmjet humanizmit, shoqëria më e mirë e vajzës së vogël, pra e nanës që tregon tani, kur ka qenë në çamëri, ka qenë pikërisht me një greke. Nuk ka qenë me një shqiptare. Sigurisht që edhe me shqiptarët, po Luani zgjedh të tregoj dualitetin mes këtyre dy fëmijëve. Dhe kjo e bazuar në ngjarje të vërtetë, sepse me ç'më ka treguar vetë nëna gjyshja e Luanit ka qenë komshi tek rruga Bulevardi Zogu i parë, me një greke që ishte përballë. Po. Dhe të dyja të larguara për arsye të ndryshme. Ajo për u martua me një shqiptar, kurse kjo për arsye të genocidit. Po. Kështu që humanizmi i Luanit akoma më tepër e bën të dukshëm që ky ishte një akt i pa justifikueshëm fare. Një akt politik, kam përshtypjen është thjesht gjuhë politike kjo, po një gjuhë politike që Luani nuk do ta përdor, pa diskutim askush. Dhe pikërisht pastaj fillojnë ndryshojnë ngjyrat, kur ajo fillon tregon që se si u larguan atë natë dhe ndodhen aty, fillon kemi në trailer pak duket ajo ku është ajo thyerja. Dhe ne kemi filmuar prapë tek ajo pjesa kur shkon për në qafbot, që duket qafbota. Dhe në fund pastaj mbyllet prapë me optimizëm, me ngjyra, meqense po e lidhim si janë ngjyrat dhe historia. Kështu është ndryshimi. Shumë e bukur. Jo, në fakt unë e kam thënë shpesh që gjyshet tona nuk është se neve na kanë ushqyer, si thua, në një farë mënyrë me mëri, me një lloj hakmarrje apo me një lloj mosdashurie për grekët. Edhe gjyshja ime në fakt ka jetuar madje thot, edhe unë e tregoj shpesh të histori, që edhe pse ndodhen masakrat, ka pasur disa muaj që fëmijët jetim që ndruan të gjithë bashkë diku, dhe për të mbijetuar kanë qenë disa nëna greke, fshinj të vetë që kanë shkuar dhe kanë ushqyer ata fëmijët jetim që ndodheshin brenda shtëpisë së gjyshes time apo të muhedinëve, sepse ato ishin shtëpitë më të mëdha në Paramiti. Dhe thot ne nuk do të mbijetonim nëse nuk do të ishin ato nënat greke që do të sillnin batanie, do të sillnin mbulesa, do të sillnin ushqime, që këta fëmijë të ushqeheshin. Kështu që ka histori vërtet si thua që e rrëfejnë dhe e tregojnë e provojnë këtë fshinjësi të mirë që ata kanë pasur aty, dhe gjyshja ime ishte gati 14 vjeç kur erdhi, kështu që i mbante mend gjërat shumë mirë. Nga ana tjetër mund të them që edhe në Shqipërinë e diktaturës, siç duket diktatori ka vendosur shpesh që brenda një pallati të vendoste një minoritar ose një greke dhe një çam bashk. Dhe shoqja e ngushtë e gjyshes time, ajo me cilën ajo konsumonte çajin e Manxuranës çdo pasdite, ishte një vajzë e cila vinte nga Greqia ose ishte pjesë e minoritetit grek. Dhe nëna Tasho, e cila është ndarë nga jeta vetëm pak muaj më parë, vinte pinte kafen gjithmonë. Dhe unë e kam parë si fëmijë të dyja këto nëna që qanin për të njëjtën tokë. Pra, gjyshja ime për shtëpinë e fëmirisë që kishte lënë aty, ndërsa ajo, sepse ishin mbyllur kufijt dhe diktatura e kishte lënë në anën tjetër
të familjes së saj. Pra kishte krijuar një familje këtu dhe ishte shumë e çuditshme që të shija të dyja ato bashkë të qanin për shtëpitë e tyre. Dikush sepse i mungonte familja e saj dhe një tjetër sepse i mungonte shtëpia e saj. Edhe më vonë, ajo shkoi udhtoi në Greqi dhe unë mbaj mend shumë mirë se si ka ardhur me fotografitë nga Parametia për t'ia treguar gjyshes time. Që janë histori shumë të bukura, njerëzore, të cilat vërtet ndoshta përkthehen në gjuhë si kinematografike, po ashtu edhe letrare, herë nga Luani, herë nga ju. Edhe më vjen shumë mirë që janë mesazhe të paqta për të kuptuar që në fund të ditës jemi të gjithë njerëz, edhe na bashkojnë disa histori, na bashkojnë disa histori në këtë botë konfliktesh akoma. Patjetër. Është shumë njerëzore që ti... Në fund fare, çfarë lloj gjuhësh flasim, apo çfarë lloj të shkruare, apo në fund fare ne ndajmë të njëjtat interesa, ndajmë të njëjtën dashuri për njëri tjetrin, për më tepër që për të hyrë në një shoqëri moderne tashmë. Kam përshtypjen që sa vjen edhe më pak vlerë do kenë këto inatet e vjetra, kufit e vjetër, që i kanë vendosur politikat e mbrapshta, sepse unë nuk mendoj se kufit i kanë vendosur njerëzit e mbështetur në humanizëm. Unë mendoj se kanë vendosur politikat e mbrapshta. Pikërisht këto pastaj janë konflikte që mund të zgjasin. Por humanizmi mendoj se është zgjidhja për... Dashuria shpëton gjithçka. Dashuria, po, absolutisht. Dashuria është ajo që na duhet, i shohim gjërat bukur. Qamarin e kam nësi, ashtu si që lash 80 vjet më parë. E kam të gjallë, me të kam fjetur, jam zgjuar gjatë gjithë kësa jetë të gjatë. Ja, tashmë, shoh rrugën që zbret drejt qytetit ku gjithë shka është e gjelbëruar dhe ku ka shumë diell. Dëgjoj zoshtë që më ndjekin se në përrallat që më tregon të gjyshja ime e mirë. Dhe unë vrapojnë për të shkuar drejte në shtëpinë time. Nuk e kam harruar. Unë të them që kaluam 3 ditë fantastike në Konispol. Të presin mirë atë? Presin shumë mirë. Okay. Kështu që e ke pasur të thjeshtë. Të thjeshta, po. Të thjeshta. E ke pasur të thjeshtë. Mendoj se na i bën të thjeshtë. E vetmja vështirësi ka qenë për shembull nga që në Konispol njerëzit që kanë shumë punëtor. Edhe seriozisht domethënë, ata niseshin që në mëngjes edhe ktheheshin në darkë vonë nga puna, nga ato ullimet e mandarinat që punojnë aty, dhe ishte vështirësi për figurant. Më beso se jo, që ne nuk është se na duhesh shumë figurant të moshës së rritur, dhe ishte shumë vështirë t'i gjeje. Kurse fëmijët, pastaj që ishin në shkollë. Fëmijët aktor të mirë? Me fëmijët ishte një kënaqësi të punoje. I kam parë në për koncerte edhe në për këto organizime të ndryshme festive që realizojnë edhe janë shumë të talentuar. Shumë të talentuar, shumë natyral, do më thënë sillen natyrshëm, duhet dishta gjesh gjuhën, po që kurse një falenderim që do doja ishte prapë për banorët e Konispolit. Pavarësisht se ne kur shkuam në fillim pam disa vende ku mund të filmonin, na doli nevoja që na duheshin më tepër, sidomos ambientet brendshme. Dhe më besoj që këtë problem ne kemi zgjidhur shumë thjesht, ishin shumë të gatshëm. Unë nuk gjej fjalë të falenderoj nën Lirien, maman e Braçes, më falni që si mbajmë mbiemra, po Braçe është mësues në Konispol. Një nene jashtëzakonshme. Do me thënë, them drejtën mua myri aq shumë në zemër, kishte dy sy
shumë të paqët, që kur të shikonte kështu të një lloj mëkimi që çfarë lloj gjësh po bëjmë do dal mirë, domethënë nuk e ke ide se si ndjehesh aq komod. Aty afër na duhej një balkon, dikush tjetër na japi derën, hajde ni hyni balkoni ku është filmuar, domethënë kur të bëhen gjërat kaq mbar, nuk është vetëm thjesht rastësi, por është vendi, janë njerëzit. Mendoj se edhe ne u kënaqëm që bëm një punë që na doli puna mirë, po këto komunikimet për mua janë shumë më tepër se sa Patjetër, filmi. Janë vetë përvoja njerëzore të cilat do të rrugtoj ky film nga e hëna, nis rrugtimin e vet në një premierë në orën 19:00 në Tirana International, dhe ne ftojmë publikun e Çamikos që të bëhet pjesë e kësaj premiere. Por më zbuluat pak më herët që do të shkoj edhe në festivale të tjera, ndoshta festivali të drejtave të njerëzit, ndoshta festivale e ke menduar që ta dërgosh të aplikosh, si thua, për ta rrëfyer këtë histori? Ne kemi aplikuar bashkë me producentin Alked Veliu, kemi dërguar filmin në rreth 10 festivale. Shpresoj që të pranohet, sepse jo të gjithë. Ka një lloj marzhi që pranohet ose jo. Jap festivale që kanë në qendër filmat e dokumentarit historik. Doja shumë që në disa vende ku historia njihet, ku historia vlerësohet, për shembull në Kosovë, Maqedoni apo Itali, në Poloni, në Lituani, domethënë ku ka pasur pastaj disa festivale tjera të filmave historik. Shpresoj që në disa nga këta të zgjidhet, sigurisht do ishte gjë shumë e mirë. Ju e keni përkthyer në anglisht? Është përkthyer në anglisht, po. Shumë e bukur. Sa e rëndësishme është që një histori të mos qëndroj brenda rrethit ton, në kuptimin që deri më tani në 50 vite prindërit tanë dhe gjyshërit tanë kanë pasur shumë vështirë që ta rrëfejnë këtë histori, edhe për shkak të konnotacionit ndoshta që kishte vënë diktatura për çamët, ndoshta për një histori që duhej harruar praktikisht, edhe nuk ishte mirë që të flisnim për të tilla gjëra. Pra ne kemi treguar këtë histori për 50 vite gati brenda çative të shtëpive tona, pra brenda asaj shtëpisë tonë. Kishim humbur një shtëpi dhe tani e tregonin po pra brenda mureve, brenda 4 mureve të shtëpisë tonë. Dhe tani ndjem nevojën që ta themi, po sa e rëndësishme është, dhe prandaj e lidha me titrat, nuk është thjesht çështje po e përkthejmë në anglisht. Po sa e rëndësishme është të dalim nga të ndihemi të lirë neve për ta rrëfyer këtë histori. Shiko, unë shpresoj që ky film do pranohet nga disa prej festivaleve, për arsye sepse nuk shkel etikën në asnjë mënyrë. Domethënë është një film që është brenda parametrave të etikës të kinematografisë të stilit dokumentar, docu-fiction. Të tillë ka skenari, aty nuk ka gjuhë urrëtie, nuk ka sharje, nuk ka dhunë, nuk ka asnjë gjë, domethënë. Dhe për më tepër që është një film që trajton natyrën njerëzore. Kështu që nga kjo pikpamje, pra nga ana politike, nga këndvështrimi politik, unë nuk kam asnjë rezervë. Sa e vështirë është. Unë kam folur edhe me shumë miq, edhe duke punuar për filmin. Kjo që thoni ju është shumë e vërtetë, që historitë e çamëve janë treguar vetëm brenda çative të tyre. Dhe në një farë mënyre edhe mund ta ketë dëmtuar disi. Kjo ka qenë e domosdoshme për të mos u harruar, por si më thënë, është një histori që duhet të përfshihen gjithë shqiptarët. Pra, çam duhet të ndjehet njësoj edhe një kuksian, edhe një malazes. Çfarë dua të them me këtë? Në rast se çështja çame konsiderohet vetëm nga çamët dhe mbetet një lokalitet, kjo thjesht do krijoj një lloj ngushtimi të hapësirës. Ndërsa dhe nuk kemi pse bëjmë paralelizma, një çam është po aq kosovar, një kosovar është po aq çam, pra historitë të copzave të popullit shqiptar që kanë kaluar tragjedinë në histori gjen sa të duash. Dhe secili nga ne bëhet me tjetrin në kuptimin që e krijon empathinë. Pra, ne I hapim derën kosovarëve kur ata kanë një problem, çamët e kështu këtë andej. I kemi këto reciprocitet, po them, ndjenja shkombëtare, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Por
mënyra pastaj se si historit vlerësohen, respektohen, përhapen, është shumë e rëndësishme. Nëse nëpërmjet etikës, gjuhës kinematografike, letërsisë, studiuesve të ndryshëm, këto çështje marrin rrugën e duhur institucionale dhe unë këtu dua të veçoj punën e mirë që ka bërë zoti Alket Veliu me Fondacionin Çamëria, që nuk është mbështetur tek krahinizma, tek nacionalizma boshe këto ande, por ka gjithmonë e kam parë që përfill autorët profesionistë, ndërmerr hapa institucional, ngreta tryeza bisedimi ku është shumë i hapur, sa më i hapur tjetë, sa më hapur tjetë kjo si çështje, aq më të ndërgjegjshëm do jemi, aq më shumë do ta njohim dhe pastaj është shumë më mirë se sa t'ia tregoj një gjysh nipit. Sigurisht që është shumë. Është shumë më mirë edhe kjo gjuhë filmike na duhet për sa kohë. Debati ose kemi pritur shumë nga librat e historisë, ne tani po e rishkruajmë, Akademia e Shkencave tani po e rishkruan historinë ose së paku po përpiqet të konceptoj, si thua, një histori të shqiptarëve dhe jo një histori të Shqipërisë. Është shumë e rëndësishme ta themi këtë. Domethënë që nga mënyra se si kemi filluar ta rikonceptojmë historinë tonë, ndoshta është vonë, po e rëndësishme është që ta flasim edhe me gjuhën. Nuk është vonë fare. Domethënë, them drejtën, unë jam shumë optimist për Shqipërinë edhe ndonjëherë me miqtë e mi kur bëj biseda. S'kemi qenë kur kaq mirë dhe kaq bashkë, domethënë, kjo është ideja. Më thonë që ti je idealist edhe tepron pak me utopi. Po, unë mendoj pse mos ndërrojmë? Unë mendoj që çdo popull ka ato periudhat e veta të vështira. Patjetër. Fati ishte që ne na kapi pak më gjatë periudha e vështirë, na kapën disa ose po nuk do thot asnjë gjë. Ne kemi kohë mjaftueshëm që nëse i bëjmë gjërat siç duhet, nëse kemi besim te të rinjt, nëse edukohemi dhe ndërgjegjësohemi njësoj si bota perëndimore, kemi kohë mjaftueshëm, nuk ka pse të nxitojmë, që të arrijmë të hyjmë në një shoqëri moderne si entitet me të drejta të barabarta. Pa u nxituar, ne duhet të dokumentojmë sa më shumë. Pa u nxituar, pse e them, sepse kanë vënë disa përpjekje që dokumentojnë, por i editojnë në moment kur je i nxehtë. Pra, ty të ndodh një ngjarje, qoftë edhe para 30 vitesh, dhe ti i merr gjithë materialet që ke, që janë të shenjta, i editon në kuptimin që zgjedh ka ato çfarë mendon ti se duhet sot, edhe heq pjesën tjetër dhe këtë publikon. Ky veprim është i nxituar. Ti akoma i nxehtë dhe gjë më mirë është, edhe mund ta bësh këtë, por gjë më mirë është që gjithë materialet e dokumentuara rrow ti mbash për më vonë. Dhe në këtë mënyrë, kjo është më pak e kushtueshme, por ti dokumenton, pra imagjino sikur ne të kishim filmime sot të vitit 1927 në Çamari, ku s'kishte ndodhur asgjë. Se çfarë pasurie do ishte. Patjetër. Këtë mendoj unë sot, që duhet dokumentojmë çdo gjë, traditat tona, artizanatin, gurët, shtëpia ku filmuam ne, është e çuditshme, shtëpia ku filmuam ne filmin e parë Ode për tempull që nuk u harua, shtëpia e parë në Rjesht, në lagjen e Kornispolit. Kur shkuam për filmin e dytë, ajo pema që ka përpara, një pemë e madhe, ishte rrëzuar dhe kur ishte rrëzuar, ajo ka rrëzuar dhe gjithë portën dhe një pjesë të mur. Pra, unë e kam filmimin e filmit të parë, kam dhe të filmit të dytë. Dhe ndryshimi, imagjinohet për një vit sa i madh është. Pra ne duhet të filmojmë çdo gjë, të moshuarit, veshjet, shkrimet, t'i arkivojmë, t'i kemi, Pastaj, një Britan apo më vonë, kush mund t'i marrë, t'i editoj për kënaqësinë e vet, për të treguar se kush kemi qenë, ajo është një pasuri shumë e madhe. Është një pasuri shumë e madhe. Me këtë synim lindi edhe Çamiko ky podcasti. Me synimin për të dokumentuar, për të mbledhur dëshmi, për të rrëfyer një pjesës të historisë, për të rrëfyer edhe një pjatë tradicionale që mund ta kemi të trashëguar nga gjyshet tona. Dhe me një falënderim të veçantë dua të them jo thjesht faleminderit për këtë bisedë, po faleminderit që na mbledh një pasuri të bukur përmes një filmi, se është pasuri për mua dhe për çdo çam
që ta ketë nesër këtë filmin ndërduar, të rikthehet, ta shoh sa herë mundet, të gjej aty zërin e gjyshes së vet që nuk e ka më në këtë rast, unë të dyja gjysheve të mia. Po në përgjithësi për çdo copës të atij kostumi që ndoshta shfaqet edhe vetëm 2 sekonda në filmin që keni realizuar. Jo, faleminderit vetëm për bisedën, po faleminderit për gjithë mundin, përvojën, për ato zimet në orën 5 të mëngjesit. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë edhe për ftesën që më bët. Ishte vërtet kënaqësi edhe uroj ta vazhdojmë këtë mision së bashku, ashtu siç vazhdon Çamiko edhe të premten tjetër në orën 20:00. Shihemi. Çamarin e kam në si, ashtu si që lash 80 vjet më parë. Me të kam fjetur, jam zgjuar gjatë gjithë kësaj jete të gjatë. E ndjej ende aromën e duarve të nënësime. E dëgjoj ende të mjerë nën që thoshtë: Eja, Samo, eja të hash, të kam bërë bukë kruri. Dielli u shua dhe sojshtë e Çamaris. Ata që mundën, e ka përcyen qafën e botës. Dhe më së fundi sosëm, ardhëm edhe ne në tokën e Mëmëdheut. Ashtu si zojshtë, shpesonëm se një ditë do të ktheheshim përsëri. Prisnim edhe ndërronem. Por kur shija tutje rrugën që shkonte drejt qafbotës, më therte zemra dhe qaja në zë. A e harrojnë atë zemra tona? Çamria nuk do të vdesë, kur.